Kryetari i prokurorisë së posaçme Klodian Braho ka marrë pjesë në tryezën e konsultimit të organizuar nga Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike. Gjatë fjalës së tij, Braho u shpreh se nga ballafaqimi i kontributit të institucionit me draft raportin, rezulton se 12 çështjet e ngritura nga prokuroria e posaçme janë reflektuar në dokument. Kryeprokurori i SPAK theksoi se nëse ligji për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë zbatohet në mënyrë korrekte, nuk ka nevojë për rregullime. Nga ballafaqimi i kontributit tonë me draft raportin rezulton se të 12 çështjet e ngritura nga prokuroria e posaçme janë reflektuar në gjetjet dhe rekomandimet përkatëse. Ky është një rezultat pozitiv i procesit konsultimit dhe tregon se përvoja e institucioneve që zbatojnë ligjin është marrë në konsiderat gjatë hartimit të raportit. Duke nisur nga diskutimi i zotit Ndoj, unë mendoj që duhet të ndajmë dy gjëra. Rastin kur ka probleme ligji dhe rastin kur ligji zbatohet në mënyrë të gabuar. Sepse zbatimi i gabuar i ligjit mendoj që është përgjegjësia e personave që janë të ngarkuar për ta zbatuar dhe nuk ka pse të jetë proces i një rishikimi ligjvënës. Për sa i përket palëve të treta, ligji në fjalë mendoj që ofron mbrojtje. Nuk ka gjykim sipas ligjit për sekuestrimin dhe për konfiskimin, të një prone që është në emër të personit të tretë dhe personi i tretë mos jetë i pranishëm në gjykim. Është detyrimi ligjor i gjykatës dhe në praktikë ndodh gjithmonë që gjykata thret personin që ka emrin në dokumentat e pronësisë. Nuk mund të bëhet gjykimi pa prezencën e tij dhe nëse bëhet është i pavlefshëm. Mëtej, Braho tha se çdo ndryshim ligjor duhet të garantojë rritjen e efektivitetit të sistemit të drejtësisë, pa cënuar standardet e vendosura nga reforma në drejtësi.